أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له نعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Hamdi dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khayrihi wa sharrihi." Që do të thotë, imani, besimi është që të besosh në Allahun, në melekët e tij, në librat e tij, në të dërguarit e tij, në ditën e fundit dhe në kaderin, caktimin si në të mirën ashtu në të keqen. Pra se e mira dhe e keqja janë me caktimin dhe krijimin e Allah subhanahu wa ta'ala dhe me dëshirën e tij. Këto janë 6 kushtet të besimit, të cilat çdo musliman duhet t'i njohë dhe t'i pranojë me zemër dhe me bindje. E para prej tyre është el imanu billah, besimi në Allahun, dhe kjo është themeli I besimit islam. Allah Jalla Shanuhu në Kur'an thot: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah." Kushdo që ban mirë, qoftë moshkull apo femër, duke qenë besimtar, atij ne do t'i japim jetë të lumtur në këtë botë. Pra kusht I pranimit të veprave të mira është besimi në Allah subhanahu wa ta'ala dhe në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra Allah Jalla Shanuhu në këtë ajet kur po thot: "Men amila salihan", kush ban mirë, min dhakarin aw untha, qoftë moshkull apo femër, wa huwa mu'min, duke qenë besimtar, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, atij do t'i japim jetë të mirë dhe të lumtur. Pra besimi në Allahun është kusht për pranimin e veprave të mira. Besimi në Allahun është themeli I besimit islam. Se Allahu është një. Ai është krijues, është furnizues, është sunduesi dhe I vetmi që meriton adhurimin. Askush tjetër përveç Allahut nuk meriton të adhurohet. Sepse Allahu është krijues, është sunduesi I gjithësisë dhe ai meriton të adhurohet, I cili cilësohet me cilësi të përkryera, cilësi të cilat nuk kanë mangësi, cilësi të cilat nuk I përngjajnë cilësive të krijesave, edhe pse disa cilësi në shprehje ju përngjajnë cilësive të krijesave, por ajo përngjasim është vetëm në shprehje. Kur themi Allahu ekziston, edhe krijesat ekzistojnë, por ekzistenca e Allahut është pa fillim dhe pa mbarim, ndërsa ekzistenca e krijesave është me fillim dhe me mbarim. Kur themi Allahu ndëgjon, edhe krijesa ndëgjon, por të ndëgjuarit e Allahut nuk është me vesh dhe me mjet të tjera të ndëgjimit, ashtu siç është të ndëgjuarit e krijesave. Kur themi Allahu sheh gjithçka, do të thotë ai sheh, po jo si shohin krijesat. Dhe nuk ka të ngjashëm me Allah subhanahu wa taala as në emrat e tij, as në cilësitë e tij dhe as në veprat e tij. Dhe argument nga Kurani është një sure të cilën sure po gati të gjithë e dim, është suratul Ikhlas, ku thot Allahu: "Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Thuaj Muhammed, Allahu është një, Allah është I përjetshëm dhe nuk ka nevojë për askën dhe çdo kush ka nevojë për Allahun. Ai nuk lind, as nuk është I lindur. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, as kush nuk është I barabartë me të. Pra kjo sure e shkurt dhe shkaku I zbritjes së kësaj sure është se një ditë erdhën xhifutët e pejgamberit alayhis salam dhe I thanë: "O Muhammed, na trego prej shkajt është Zoti jot."
Se kur ftoi pejgamberi alayhi salam në Islam dhe ju tha se duhet të besohet një Zot, i cili cilësohet me cilësi, i cili pa fillim, pa mbarim, nuk i përngjan krijesa e kështu me radhë, ato që futët, mushrikët e asaj kohe, ati nuk ja rroke mendja atyre se si mund me besuna në diçka që nuk e shohim, nuk e kena pa, edhe për këtë i thamë pejgamberi alayhis salam, na i përshkrujti atë Zotin tanë të cilin beson, a është prej arit, a është prej argjendit, a është prej gurit, a prej drunit, prej çka e përbën ai Zoti jo. Sepse ato ishin mësuar me besu gorze, druna e kështu krijesa të ndryshme. Atëherë Allah xhaleshan ja zbret këtë sure Muhammed alayhis salam dhe i thot: "Kul", pra thuaj o Muhammed, Allahu huwa Allahu ahad, ai Allah është një. Kur themi Allah është një, do të thonë emrat e tij, cilësitë e tij dhe veprat e tij. Jo si kur numri njësh, jo në kuptimin e numrit një, se njëshi, siç e di, mund të ndahet, të bëhet pjesë të shumohet, të pakohet. Dhe kur themi Allah është një, do të thonë emrat e tij. Askush nuk i ka emra se emrat e Allahut. Allah është një në cilësitë e tij. Askush nuk i ka cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Allahu është një në veprat e tij. Askush nuk i ka vepra si veprat e Allahut. E për këtë, kul huwa Allahu ahad, thuaj Allahu është një. Allahu Samad, Allahu nuk ka nevojë për askën. Ka kriju me lajke, ka kriju e gjindet, ka kriju njerëzit, ka kriju gjithësien, nuk ka nevojë për ato. Allahu na ka urdhëruar me namaz, na ka urdhëruar me agjërim, na ka urdhëruar me hajj, me zekat, me punë të mira, nuk ka nevojë për ato. Nëse e falmi namazin, e fal namaz se jemi duke kryer një urdhër të Allahut. Dhe na kemi nevojë për atë namaz, për qetësinë e shpirtit, e zemrës, për ta fituar shpërblimin e Allahut, e kështu me radhë, ndërsa Allahu nuk ka nevojë për namazin tonë. Në sundimin e tij, asgjë nuk i bën dobi Allahut dhe asgjë nuk i bën dëm Allahut. Do të thonë krejt krijesat me besu Allahun, aty nuk i bën dobi kurrë. Nëse krejt krijesat nuk e besojnë Allahun, nuk i bën dëm Allahut. Në me thonë, mendohet shka mendohet këtë botë, Allah nuk i arrin asnjë dobi, po asnjë dëm. Pse sa i s'ka nevojë. Dobia kujna i ndodh. Kush ka dobi prej diçka? Na krijesat kam nevojë për diçka, kur ta arrij atë sen, do të thonë kam dobi prej asaj. Ndodh një keqe, mbohet një dëm mu. Se unë jam krijesë, kam edhe dobi, kam edhe dëme nga njerëzit, nga krijesat, nga jeta e kështu me radhë. Pse se jemi nevojtar, jemi krijesa. Do të thonë momentin kur jemi kriju në këtë botë, kemi ardhur në këtë botë, kush na sjellën këtë botë? Allah subhanahu wa taala, po, do të thonë na kemi pas nevojë dikush me na kriju. Pastaj kemi ndryshuar prej kohës në kohë, kemi qenë në barkun e nonës, pastaj kemi lind, pas kemi ditë as me fol, as me hec, as me bën disa gjeste, disa lëvizje, as me hangër, as me pi, por ngadal kena fillu këto ndryshime me ndodhen ne. Kush ndryshon? Krijesën ndryshojmë, pse? Se Allah xhaleshan me dëshirën e tij na ndryshojnë. E çka ndryshimi jonë, që ndryshojmë kohë mas kohe, kjo tregon se ne jemi krijesa. Se krijesa ndryshon. E në çdo mënyrë çka kupton kjo? Kjo nuk kupton se Allahu nuk është krijesë, por është krijues. Sa ai nuk ndryshon. Ai si ka ekzistuar në ezel, pa fillim dhe pa mbarim, pa pas nevojë për askën, pa pas dëm prej dikujna, vazhdon të ekziston në njëjtë Zot, i njëjtë krijues, e kështu pa fundësi. Pra ne jemi krijesa dhe sheja më e qartë dhe më e bishme se ne jemi krijesa është ndryshimi, që ndryshojnë. Kjo tregon se jemi na krijesa. Dilli, lind, perëndon çdo ditë, apo lind, perëndon, hona, ndryshimi i kohës, njerëzit, me lajkat, e gjinët, këto krijesa ndryshojnë. Kjo është shenja më kryesore që tregon se ne jemi krijesat e Allahut. Dhe kemi nevojë për dikon që na ndryshon. Dhe me thonë atash, për mu rrit, për mu zhvillu, për me arritur qëllim tonin, kemi nevojë për Allah, apo? E dhe me thonë, kjo tregon se ne jemi nevojtar. Kurse Allah është as-Samad, Allah nuk ka nevojë për askën. Dhe gjithçka përveç Allahut ka nevojë për Allah. Qofshin me lajë, qofshin e xhinit, qofshin njerëzit, qofshin kafshët, qofshin shpezët, insektët, çdo krijesë ka nevojë për Allah subhanahu wa taala. Na nuk kemi të pavarur nga Allahu. Me thonë, unë tash nuk kam nevojë për Zotin, unë vetë i bëj lëvizjen, rrahja e zemrës vetë e bëj, mbillja dhe hapja e sinjve vetë i bëj, s'u bën. Ha që po ta lojna zemrën një 24 orë në dorën tonë. Shkon zën xhumri edhe mbaroj zemra. Zën xhumri s'u kujdesesh për zemrën tonë. Edhe shkoj heci.
Na jemi në vazhdimisht, na sa qenë e mshelësit nuk mundim të njerë mëse pas nevojë për Allah. Në më thonë, çdo sekund, çdo moment kemi nevojë për Allah subhanahu wa ta'ala. E pejgamberi alayhis salam ju tregon ti jehudijeve, siç ja zbriti Allah këtë sure, thuaj Muhammed, ai Allah është një, Allah Samad, nuk ka nevojë për askën. Ju që po besoni gurin e drunin, ato kanë nevojë për juve. Se ju e gdhën atë grunin, atë drunin, atë gurin, e bani, ja jepni një formë, e pastaj e adhuroni, ai nuk meriton të adhurohet. Sa i ka nevojë për juve. Si që regojnë disa sahabët pejgamberit alayhis salam, një prej tyre Omer radiallahu anhu, thot para se me pranu islamin. Thot, e mbarojsh me një prej hurmave, një pot, ja efshin një formë, edhe çfarë të adhurojshmi. Por kur na kap kjo unësia, kur na sheke buka, uria kur na kap kjo, s'kish me çka më hongër, i hajshmi çto hurmë. Do çka që adhurojshmi, pastaj dikur kur na kap uria e fillojshmi me hongër. E Allah që lëshon i thot Muhammed alayhis salam, thuaj atëne se Allah është një, ai nuk ka nevojë për askën. Ato që adhurojnë jo, ato kanë nevojë për Zotin, ato kanë nevojë për juve, ato nuk bojnë as dëm, nuk bojnë as dobi. Çfarë dëmi dobi ka me të bën guri? Atë furnizon guri jo. Ata jep ndonjë të mirë jo. Ata bën ndonjë të keqe jo. Ata jep fëmijë, ata jep furnizim, ata jep fëmijë jo. Ai guri është. Pra ai nuk krijon. Allahu ku thëjmë Allah është el ilah, është Zot, do të thonë është krijues. Sa i cili është Zot pra Allah, ai është edhe krijues. Ai ka dëshirën, pra gjithçka ndodh me dëshirën e tij. Ai është i plot fuqishëm. Ai është sunduesi i gjitha krijesave. Ai e jep jetën, ai e merr jetën. Ai i bën të ndryshojnë krijesat, ai udhëzon kanë të donë të vërtetën, ai lën në devijim ka të doja. Pastaj thot lam yalid wa lam yulad, nuk lind as nuk është i lindur. Pra Allahu as nuk e lind dikonin, sepse ai është Zot, po as nuk është i lindur. Sepse për me lind të dikonin u dashti me qenë i lindur për dikujna. Do të thonë babgjishe kështu me radhë, do të thonë ti ke pas nevojë për dikon, ti si njeri ke pas nevojë për dy prind, për babë dhe non. Një moshë dhe një femër. Ata të kenë marrëdhënie. Pastaj Allah xhaleshon në mitën e asaj nënës të krijon ti si fëmijë e të jetosh disa muaj në barkun e nënës, pastaj të lindësh këto nevoja, po tregon si e krijes, ke pas nevojë. Allah nuk ka nevojë as për prind, do të thonë që të kesh lindur, pas nuk e lind askën. Bile Allah xhaleshon me një hadith ku si thot, "Shataman ibn Adam", më ka ofendu i biri Ademit, më ka shoh. Thot kur më ka ofendu, thot kur tha se ittakhadha Allahu walada, Allah ka fëmijë. Siç besojnë te krishterët e jahudit besojnë se Uzairi ka qenë biri i Allahut, krishterët besojnë se Isa është i biri i Allahut. E thot Allah në hadithin ku si thot, më ka ofendu i biri Ademit, kur tha se Allah ka fëmijë. Pastaj thot në njëjtin hadith ku si thot Allah Teala, thot më ka përgënjeshtruar i biri Ademit, thot dhe nuk i ka takuar me përgënjeshtru. Thot kur më përgënjeshtoi kur tha se Allah nuk ka me mujt me më kriju. Pasi të vdes, nuk ka me mujt me më rinxall. Allah xhalesha në Kur'an thot, cila është më e lehtë? A me ju kriju pasi që keni ekzistu, a me ju kriju në fillim kur s'keni ekzistu? Cëlla është më vështirë? S'ke ekzistu e të krijoj Allahu, apo të krijon pasi që ke ekzistu? Normal se sipas logjikës tonë me këshir, më vështirë është ajo me të kriju kur s'ke ekzistu. Ama për Allah, thot Allah në Kur'an është e krijimi juve i një, apo i keq juve është i njëjtë për Allahun. A krijoj një, a krijoj 10, a krijoj 1 milion, a krijoj miliarda, për Allahun është e njëjtë. Në sekund sa miliarda krijesa hinë në ekzistencë. Do të thotë çdo lëvizjet e mia deri tash kanë ekzistuar, që tash po ndodhin. Rrahja zemrës, mbyllja, hapja sinjve, tash janë të ndodhur. Le ato që kanë ndodhur më herët, po që tash këto tre që po ndodhin, këto janë me krijimin e Allahut, se mundën ja të më mbyll sinjt edhe mos më hap. Po don Allahu të i hap sinjt edhe i mbyll, i hap edhe i mbyll. Po vjen dita i hap donjëherë as të i mbyll më. Vdes. Vjen momenti donjëherë i mbyll sinjt, po s'u i hap. Do të thonë krejt që të sejnë që ndodhin janë me krijimin e Allahut, do të thonë me miliarda krijesa ndodhin në sekond, bile më pak se sekundi. Kush i bën këto? I bën Allah subhanahu wa taala. E kanë thonë Allah xhaleshon ka thonë hadith kusi, më ka përgënjeshtruar i biri Ademit, ku tha se Allah nuk ka me mujt me mrinxall. Allah xhaleshon na ka kriju nga hiçi, pa ekzistuar,
Na ka sjellë këtë botë, na ka kriju, na i merr shpirtin, kemi me vdek, kemi kalu jetën në varr, i cili thotë al-hayatul barzakhie, jeta e cila ndon dynjën prej ahiretit, pastaj ka më na ringjall. Edhe na ringjall prej një fundi i thojnë ashbu dhenem, fundi e këto korrizit, është një asht i cili krejt trupi, nëse na prej trupa që prishet, krejt trupi ka më prish, vetëm çaj nuk prishet. E prej që ati ka më në kriju Allah subhanu wa ta'ala. Pra ka më në rinjall. E beson të nuk e beson një ditë ki më rinjall. Se Allah Gjeleshane ka zbrin Kur'an, pejgamberi alayhis salam hadith të ti ka të regu se një ditë kemi me vdek, kullu nefsin dhe iqatul maut, çdo krijesë të shijon vdekjen dhe një ditë ka me ardita kemi më rinjall. Me dhon llogaritë Allah subhanahu wa taala për rinijen, për kohën, për fuqinë, për pasurinë, për gjitha këto të mirë, duhet me dhon një ditë llogari për këto të mira që na i ka dhënë Allah subhanahu wa taala. Dhe në fund thot Allahu wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dhe askush nuk është i barabartë me të, askush nuk është i barabartë me Allah subhanahu wa taala, sepse Allah është krijues e ne jemi krijesa, wa anna yushbihu al-khaliqu al-makhluq, e krijuesi nuk i përngjan krijesave. Nuk i përngjan krijuesi Allahu krijesat e tij. Tham as në emrat e tij, as në cilësitë e tij, as në veprat e tij, sepse ai është Allahu. Dhe kjo sure, pasi që u lexon pejgamberi alayhis salam yahudive, të cilët e pyetën prej çka i than Zoti jota, prej artë, prej argjendit, thot pejgamberi alayhis salam Kul huwa Allah, thuaj Allah është një, Allah samed, ai nuk ka nevojë për askën dhe çdo kush ka nevojë për të. Lam yalid wa lam yulad, nuk është i lindur dhe nuk e ka lindur askën, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dhe askush nuk është i barabartë me të. Në fund thot pejgamberi alayhis salam, hadhihi sifatu rabbi azza wa jall, të janë cilësitë e Zotit tan. Të janë Zoti janë. Pra ai cili është një, ai cili nuk ka nevojë për askën, nuk është i lindur, se ka lindur askën dhe askush nuk është i barabartë me të. Kjo është Zoti jam që e besojnë dhe kjo është Zoti i gjithësisë Allah subhanahu wa taala. Dhe me këtë surë Ikhlas është interesant se nëse e bën me pyetje për shembull, kush është Allahu? Allahu është ai cili është një. Kush është ai cili është një? Lidhet të njëri me tjetrën. Kush është ai cili është një? Është ai cili nuk ka nevojë për askën. E për këtë është edhe ai një është, se s'ka nevojë për askën. E kush është ai i cili është një? Është ai i cili as ka lindur, as të lind askën. Na qërë jemi krijesë, jemi 2, 3, 4, 5 shtuhemi, pakohemi. Allah Gjeleshana është një, sepse nuk ka nevojë. Kush nuk ka nevojë? Nuk ka nevojë ai i cili as nuk është i lindur, as e ka lindur askën. E kush është ai i cili as ka lindur, as e ka lindur askën? Ai i cili nuk është i barabartë me askën. Ai është Allah subhanahu wa taala. Por kjo sure e shkurt, Suratul Ikhlas, tregon qartë se dhe surja kaptina ka emrin Suratul Ikhlas, kaptina e sinqeritetit, pse se tregon besimin e sinqert, besimin e pastër Islam. Domethënë është i qartë këta jetë, kjo surë janë të qarta, nuk ka nevojë interpretim diçka e pakuptueshme, por është e qartë. Thuaj Allah është një, Allah s'ka nevojë për askën, nuk është i lindur, nuk e ka lindur askën dhe nuk është i barabartë me askën, dhe kjo tregon dhe kundërshton besimin, qoftë ai çifuteve, qoftë ai besimi i krishterëve, qoftë ai besimi i mushrikëve që kanë beshuar shumë zota. Kjo sure emërtohet me emrin El-Ikhlas, kaptina e sinqeritetit, sepse tregon besimin e sinqert. Inshallah vazhdojmë javën e ardhshme me tjerë kushte të imanit, e cila është besimi në melekët, pastaj besimi në pejgamberët, në librat, në ditën e gjykimit dhe në saktimin e Allahut, sepse këto janë bazët e besimit, këto janë themelët e besimit. Nëse këto nuk janë në rregull, atëherë punët e tjera që bëhen, qoftë namazet, qoftë ndonjë lëmosh, qoftë ndonjë sadak, ato nuk pranohen te Allah subhanahu wa taala, sepse njeriu kur e bën një punë të mirë dhe atë punë të mirë, nëse don me bën për Zot, duhet ta njohë Zotin e tij, ta beson Zotin e tij. E nëse nuk e beson Zotin, e ka bën një punë të mirë kot e kot, a më shpërblim botën e ardhshme nuk ka. Pse? Se nuk e ka bën jetë për Allahun. E nëse dikush e beson një guri, një druni, edhe po jep një sadak, kush ka më Allah shpërblimin? Shpërblimin e jep Zoti, nuk ka pas guri as druni. E lutim Allah subhanahu wa taala që në këtë ditë të mëdha, në ditën e Bajramit, na e falë gabimet tona, na mëshiron mbi tokë, ndër tokë dhe në ditën e gjykimit. E lutim Allah subhanahu wa taala që ummetin Muhammed alayhis salam kudo që janë, që ndihmon, që u kthen atë krenari që e kanë pas, dhe lutim Allah subhanahu wa taala kur të vdesim dhe të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.